mesazhi arrin më në fund. Këto shenja nuk do ta besojnë. Ka mesazhe që i lexon dhe i haron pas pak minutash. Por ka edhe mesazhe që ndryshojnë krejt mënyrën si e sheh javën, muajin ose një person. Energjia e këtyre ditëve po lëviz fuqishëm për disa shenja dhe universi duket se po përgatit përgjigje që janë vonuar shumë. Një telefonat që nuk e prisje. Një mesazh që mendove se nuk do të vinte kurrë. Një person që rikthehet. Një lajm që ndryshon krejt atmosferën. Për 4 shenja, pritja duket se po mbaron. Dhe shenja e fundit e kësaj videoje është ajo që merr energjinë më të fortë nga të gjitha. Britsjapi. Për ty, mesazhi që po afrohet mund të mos vijë në formën që ke imagjinuar, por mund të ketë ndikim shumë më të madh nga sa mendon. Për një kohë të gjatë ke pritur që disa situata të qartësohen dhe tani duket sikur universi po lëviz pjesët që kanë qenë të bllokuara. Në punë, një komunikim mund të jap informacion që ndryshon mënyrën si e sheh një projekt ose një mundësi. Në financa, mund të kuptosh se një derë nuk është mbyllur aq sa mendoje. Në jetën personale, një person mund të jap një shenjë që e kishe pritur prej kohësh. Mos u përqendro tek mënyra si vjen mesazhi. Përqendrohu tek kuptimi që sjell. Kjo periudhë mund të tregojë se disa përgjigje vonohen jo sepse nuk do të vinë, por sepse duhet të vinë në momentin e duhur. Nëse arrin të jesh i hapur ndaj asaj që po afrohet, mund të surprizohesh pozitivisht. Binjakët. Ti je ndër shenjat që lidhen më shumë me komunikimin dhe pikërisht komunikimi duket se po bëhet çelësi i kësaj periudhe. Një mesazh, një email, një telefonat ose një bisedë e papritur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë që të ka mbajtur pezull. Në punë, një informacion mund të jap avantazh që nuk e kishe parashikuar. Në marrëdhënie, një person mund të thotë më në fund diçka që e ka mbajtur brenda për shumë kohë. Mos e nënvlerëso asnjë sinjal që merr. Ajo që duket e zakonshme mund të fshejë një mundësi shumë më të madhe. Energjia e kësaj periudhe nuk lidhet me pritjen, por me zbulimin. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes dhe të mos nxitosh në përfundime, mund të kuptosh se një kapitull i ri po përgatitet të hapet përpara teje. Akrepi. Për ty, mesazhi që po afrohet mund të ketë lidhje me një të vërtetë që ka qëndruar e fshehur. Duket sikur universi po largon mjegullën nga një situatë që nuk ka qenë plotësisht e qartë. Në punë, mund të marrësh një informacion që të jep avantazh të rëndësishëm. Në financa, mund të kuptosh se një mundësi ka qenë më afër nga sa kishe menduar. Në jetën personale, një person mund të zbulojë më shumë nga sa kishe imagjinuar. Gjëja më e rëndësishme është të mos reagosh menjëherë. Ky nuk është moment për nxitim. Ky është moment për të kuptuar. Sa më shumë të vëzhgosh, aq më shumë do të kuptosh se disa gjëra po vendosen në vendin e tyre. Dhe pikërisht aty mund të fshihet surpriza që po të afrohet. Luani. Nga të gjitha shenjat e kësaj videoje, energjia jote duket më intensive. Mesazhi që po afrohet mund të jetë ai që ke pritur më gjatë se çdo gjë tjetër. Mund të lidhet me një mundësi, një person, një projekt ose një përgjigje që dukej sikur nuk do të vinte kurrë. Ajo që e bën këtë energji kaq të fortë është fakti se mund të ndryshojë shumë më tepër se sa një ditë të vetme. Në punë, një komunikim mund të hapë një derë që mendove se ishte mbyllur. Në financa, mund të shfaqet një zhvillim që ndryshon mënyrën si e sheh verën. Në marrëdhënie, një person mund të bëjë një hap që ndryshon krejt atmosferën. Universi po të jep një mundësi për të parë se sa larg ke ardhur. Mos e humb këtë moment duke dyshuar tek vetja. Sa më shumë ti besosh intuitës dhe guximit tënd, aq më shumë do të kuptosh se kjo nuk është thjesht një periudhë e mirë. Kjo mund të jetë pika ku disa gjëra fillojnë të ndryshojnë seriozisht në favorin tënd. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën mesazhi nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.